Zoti Bilali, ju përshëndes. Përshëndetje edhe nga ime. Zoti Bilali, me ata që ndoshëm në një serë dhe me pamjet që pamë së bashku, si lexoni ju këtë deklaratë të presidentit të SBA-ve Donald Trump, apo pozicionohet tashmë pra përfundimisht kundër presidentit rus Vladimir Putin, dhe si e keni parë ndërkaq edhe largimin e Macron nga ajo tavolinë? Është shumë interesante ai përshkrimi i karrigave në Bazilikën e Vatikanit. Mendoj që Trumpi ka insistuar që të jetë edhe Macroni, sepse siç duket e dëshiron edhe një farë lloj, mund të them, uniteti dhe përkraje edhe nga ana evropiane për planin e tij. Por mendoj që jo, nuk Trumpi pastaj të nesëmit mund të thotë që Putini është djalosh i mirë, po nuk e besoj që ka vija ekstreme në tërë politike dhe konceptin, vizionin e Donald Trumpit. Shifët që ka qenë bisedë e shkurtër 15 minutë, është shfrytzuar për mortin e krejt të Kishës Katolike. Dhe mendoj që ka qenë, mund të them, ndonjëherë 15 minutat në bisedime kur janë konstruktive dhe të mira janë më të vlefshme se 2 orë. Por ajo çka mendoj që ka qenë e tëra për të arritur dhe për të jekur atë skenën në zyrën ovale para një kohe, që kishim të thot një duel dhe mund të them kështu një goditje jo konstruktive dhe jo të hishme nga ana presidentit amerikan. Besoj që Trump është duke shqyrtuar mundësinë që të bëjë rikompenzimin e planit, të fuz disa, mund të them, elemente që realisht mund të jenë kozmetike, nga se evropianët kanë paraqitur një plan 4 pikësh që është fuzionuar së bashku si plani i evropianëve dhe Zelenskit. Këto 4 pika janë, mund të them, që lidhen me arpushimin, që nënkupton nën pika tjera që kanë të bëjnë me pjesën edhe të Krimes, por edhe të 4 regioneve të Ukrainës lindore, të cilat evropianët mendojnë që të kryhen në proces, pastaj të vazhdohet bisedimet për të. Dhe ky është dallimi mes planit Trump dhe amerikanëve në këtë pikë. E dyta është rikthimi i fëmijëve ukrainas të deportuar në Rusi, që edhe për këtë ka njëra ndër pikat e ngritjes akuzat ndaj Putinit nga gjykata ndërkombëtare penale, ka të bëjë edhe me këtë pikë. E treta është hyrja e Ukrainës, fillimi dhe mund të them ritmi për të ardhmen që Ukraina të jetë pjesë e Unionit Evropian, dhe katërta është rindërtimi i Ukrainës, ku nënkupton edhe ngrirjen e të gjitha mjeteve të ruse jashtë Rusisë që bllokuesi lloj sanksione ndaj invazionit në Ukrainë, këto mjete të përdoren për rindërtimin e Ukrainës. Mendoj që Trump din momentet e caktuara të jetë i arsyeshëm në bashkëbisedim, mund të jetë edhe i ashpër, dhe mund të them që në këtë takim në Bazilikë ka qenë duket ma tepër i frymëzuar që t'i tregoj seriozitetin e asaj që po ndodh dhe që do të vijë rreth Ukrainës, dhe më duket që ka qenë në disa momente një nxënës duke dëgjuar Zelenski. Dhe mendoj që në këtë aspekt po dëgjohemi? Po. Në këtë aspekt Zelenski mund të them që o dashur të pranoj nga ajo çka i sugjeron Trump, mirë po çdo në koordinim me evropianët. Qartë. A ka qenë deklarata pastaj e Trumpit pas duke rrugtuar për Amerikë, që Putini dhe fjalia e tij 2 ditë para varrimit të Franceskut, që Vladimir ndalu, stop. Ato me që ka ndodhur në Kiev, dhe mendoj që edhe sot deklarata e J.D. Vance't, zëvendës presidentit amerikan, që nuk pret një marrëveshje shumë të shpejtë. E qartë, por nëse Krimea lëshohet, a rrezikojmë ne një precedent të rrezikshëm për konfliktet të tjera territoriale në botë? Po, tash këtu është, mund të them, unë fali, kështu që po shpreh, po këtu flan djalli.
ligjet dhe rregullat ndërkombëtare po që se Krimea i njihet legalisht, ndërkombëtarisht, me një marrëveshje të nënshkruar edhe nga Ukraina, atëherë me të vërtetë kemi një presedant, mund të them që prishen rregullat dhe ajo çka nuk kupton rendin ndërkombëtar, dhe të drejtën ndërkombëtare, për që shtetet sovrane nuk mund të sulmohen dhe të japin pjesë të territorit, e garantuar edhe me kartën e KB-s. Dhe kjo me siguri do të ishte një humbje e madhe edhe për evropianët. Mund të them në aspektin gjeostrategjik Krimea është lirisht mund të themi që është palca apo edhe zemra e regionit dhe menaxhimit të detit të zi dhe resurseve që janë në detin e zi. Dhe kjo do të ishte, mund të them, një fitore jashtëzakonisht e madhe për Rusët ose për Putinin në këtë rast. Dhe ajo që tentohet të arrit me Krimen rrezikon, mund të them, meqense rrezikon shumë aspekte të gjeopolitikës dhe gjeostrategjisë evropiane në këtë pjesë të, mund të them, të Evropës, ose fqinjve evropian, dhe kjo tregon që resurset që posedon, pasurinë që posedon deti zi, që kanë të bëjnë me lundrimin, që kanë të bëjnë me atë që njihet tregti që vjen me trithrat nga portet ukrainase, me që të tash Ukraina ka në mund të thëmë menaxhem kontroll vetëm portin e Odesës. Dhe tëra kjo çështjen e lundrimit që rregullohet me ligje ndërkombëtare, të drejtën e lundrimit në këtë det. Por resurset brenda detit të zi janë jashtëzakonisht janë të mëdha dhe besohet që dhe ka zëra që këto mund të menaxhohen së bashku me amerikanët, me teknologji. Do thotë është një treshe turko-amerikane-ruse për shfrytëzimin e burimeve të energjisë në detin e zi. Krimea, qysh në 2014 nga shumë njerëz mendohet që është çështje nga invazioni rus. Dhe mendohet që është çështje fatkeqësisht e kryer. Mirë po, Rusia dëshiron që këtë të legalizojë ndërkombëtarisht. Dhe këtu është krejt e problemit të Krimea. Krimea, të them drejtën, është një pikë, një region, një territor që përfshin diku 27.000 km², parafrasisht sa Shqipëria diku. Mirë po, në aspektin si pikë gjeostrategjike dhe mund të them edhe për aspektet ushtarake, doktrinës ushtarake ruse është jashtëzakonisht rëndësishme. Të them drejtën, luftrat më të mëdha ruso-osmane janë bërë për Krimen. Por edhe luftrat e fundit para Kongresit të Berlinit me Krimen janë bërë në aleancën anglezo-franceze, osmane, për të marrur këtë territor që ka rëndësi jetike për, mund të them, pozicionin, por edhe interesat të shfrytëzimin e burimeve në detin e zi. Çfarë ndodh, zoti Bilali, nëse Rusia refuzon këtë marrëveshje, pra cilat do të jenë hapat që do të ndërmarrë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, pra flas këtu për presion diplomatik, sanksione apo edhe përforcim ushtarak? Rusët njihen në diplomaci bukur të vështirë në trojeza. Kanë taktizime, mund të them atë fjalën e ministrit polak që thotë zbulojnë përmes bisedës, hulumtojnë përmes bisedës dhe arrin në përfundim që hipotezat të cilat janë në interes për ta din të manevrojnë dhe din të menaxhojnë situatat e tilla. Por a do të tërhiqen amerikanët nga bisedimet, mund të them jam skeptik, sepse nuk ka palë tjetër që mund të afrojnë një paqë përgjithësi për ndarjen e luftës në Ukrainë dhe një marrëveshje paqësore pa amerikanët. Mendoj që është një lloj presioni amerikan ose i Trumpit personalisht, sepse suksesin e tij mbi 100 në administratën ose në shtëpinë e bardhë dëshiron ta kurrëzoj me një ndarjen e luftës, pushimin dhe arritjen e një marrëveshje që do t'i konvenonte edhe në aspektin e brendshëm, por edhe në imixhin ndërkombëtar që
Trump ndaj një luftë që mund të kishte pasoja jashtëzakonisht të mëdha për Evropën dhe për botën. Dhe dëshiron të ketë, mund të them, një ngarkesë, të shkarkohet nga ky problem dhe të kaloj në Indo-Paqësor.